Zotit, familjen e tij dhe kishën ku ai shërben. Zoti ta mbush plot me lumti, motra, vlezër, aleluja, sepse për këtë jemi thirrur që të gjitha, që t'i kërkojmë Zotit të jemi të përdorshëm në veprën e tij. Zoti na ka thirrur vlezër të gjithëve për të bërë një vepër. Nuk na ka thirrur që të bëjmë atë që duam ne, por na ka thirrur të bëjmë veprën Zoti me ne. Është një ndryshim shumë i madh vlezër, aleluja. Duke parë këtë thirrje hyjnore nga Perëndia, të kuptojmë vërtet qëllimin e Perëndisë. Zoti ka dhënë gjithçka që ne të mund, motra dhe vlezër, aleluja, të fitojmë. Ashtu siç unë munda botën, thot Jezus Krishti, edhe ju do ta mundni botën. Dhe bota në radhë të parë, vlezër, është në ne. Duhet ta mundim ne botën tonë. Duhet të mundim ne dëshirat tona. Dhe kjo nuk mund të arrihet, vlezër, thjesht me dëshirë. Por kjo arrihet, vlezër, duke qenë në një marrëdhënie frymërore me Zotin. Duke u mbushur vazhdimisht në frymën e Perëndisë. Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë. Por çfarë ndodh, vlezër? Nganjëherë mendojmë që kur unë kam marrë frymën e shenjtë, kam siguruar mbretërinë e Perëndisë. Kjo nuk është e vërtetë. Kur unë kam marrë frymën e shenjtë, Zoti më ka dhënë forcën që të vete të arrij aty ku është qëllimi i Perëndisë. Po jo se e kam marrë, më ka dhënë forcën, më ka dhënë fuqi që unë çfarë të bëj vullnetin e Perëndisë. Dhe fryma e shenjtë, vlezër, që na ka dhënë Zoti, nuk është thjesht unë flas në gjuhë të panjohur. Fryma e shenjtë nuk është thjesht unë jam profet, nuk është thjesht unë jam një mësues. Fryma e shenjtë është fryt. Kur njeriu ka frymën e shenjtë, sjell fryt në jetën e vet. Sepse nëse unë jam profet dhe profetizoj, vlezër, kjo nuk tregon asgjë. Shumë profetëve Zoti do t'ju thotë s'ju kam njohur kurrë. Për çfarë arsye? Pikërisht ky është ajo që kërkon Perëndia. Fryti. Çfarë kemi dhënë ne? Fryt në jetën tonë dhe nga frytet, thot Zoti, do t'ju dallojnë që ju jeni të mitë. Nuk thotë nga që flisni gjuhë të panjohura jeni të mitë, apo jeni profetë. Jo, vlezër. Nga frytet do t'ju dallojnë që jemi bijë të Perëndisë. Në ka dhënë një emër të madh Zoti, vlezër, aleluja, bijë të Perëndisë. Dhe gjithmonë shohim veten në këtë pasqyrë, në fjalën e Perëndisë, si biri i Perëndisë, do të thotë që unë kam marrë një mesazh nga Perëndia. Kam marrë një ftesë nga Perëndia. Dhe kjo ftesë është të bëhem gati për në këtë dasëm që Zoti më ka thirrur. Dhe që të bëhem gati nuk do të thotë që unë të mos jemi prokupuar, vlezër. E lexoj fjalën e Perëndisë dhe thotë, ardhja e Zotit do të jetë si në kohën e Noes. Kur njerëzit anin, pinin, martonin, shisnin, blinin në qetësinë e tyre. Noe hyri në arkë, thotë, askush nuk kuptoi asgjë dhe erdhi përmbytja. Do vije pa e kuptuar, vlezër, ardhja e Zotit. Dhe nuk ka kohë atë ditë, thotë motra dhe vlezër, askush që të mund të përgatitet. Nuk thotë Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, atë ditë juve do të bëheni gati. Sot, thotë Zoti, është ora jonë që ne të bëhemi gati për të parë Zotin, vlezër, aleluja. Dhe kjo është dallimi midis kishës frymërore, kishës të zgjedhur nga Perëndia, jo fesë. Feja është ligj, motra dhe vlezër. Kjo s'lejohet, kjo s'lejohet, kjo s'lejohet, është ligj. Kisha e Perëndisë është një kishë frymërore që udhëhiqet nga fjala e Perëndisë me fuqinë e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë i zbulon vlezërve kishës fjalën e Perëndisë. Dhe e bën të kuptueshëm dhe çfarë ndodh në të rilindurit, e bëjnë
vullnetin e Perëndisë sipas fjalës të Perëndisë me dashuri. Nëse nuk e bëni me dashuri, thot Zoti, një gjë të tillë nuk vlen. Me ligj do të thotë unë e kam në zemrën time, por nuk lejohet atje. Këtu e ke bërë atë që do, atë që ke në zemrën tënde, pavarësisht se si dukesh nga pamja e jashtme. Brenda teje është në zemrën tënde ajo diçka. Kurse Zoti na thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, jeni të lirë. Ju kam liruar, thotë Zoti. Këta janë njerëz të rilindur. I rilindur është krijesë tjetër. Nuk është i rilindur i motra dhe vëllezër, aleluja, i që ishte. Dhe vetë edhe në kishë dhe ka gjetur një kishë të mirë. Nuk është kështu, vëllezër. Është vepër në njeriu prekja e Zotit, fryma e shenjtë. Dhe vepër që të bëj Zoti do të ndryshojë jeta jo. Nëse nuk ka ndryshuar jeta ime, prekupimet e mia, qëllimi im, atëherë unë jam ai që isha. Nuk mund të pretendojmë që jam biri i Perëndisë. Unë kam ardhur të bëj vullnetin e Atit tim nga Jezus Krishti. Dhe ne, Zoti na ka thirrur të bëjmë vullnetin e Atit tonë. E falenderojmë Perëndin. Çfarë është, vëllezër, aleluja, fryma që është fuqia e popullit të zgjedhur të Perëndisë? Fryma e shenjtë, vëllezër, është, po lexojmë në Galatasit, kapitulli 5 dhe është vargu 22. Vargu 22, 4 vargje do të lexojmë, vëllezër. Kapitulli 5 nga vargu 22. Vetëm më ndiqni me vëmendje, vëllezër, çfarë thot fjala e Perëndisë të shohim. Dhe fjalën e Perëndisë ta analizojmë veten tonë në fjalën e Perëndisë. Fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrol. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Në qoftë se rojmë në frymë dhe duhet të ecim. Le të mos jemi mburavecë, duke provokuar dhe duke patur të smirë njëri tjetrin. Thash pak më përpara, motra, vëllezër, kemi frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë bën vepër. Dhe që të bëj fryma e shenjtë vepër, është pikërisht fryti. Vepra e frymës së shenjtë është që njeriu të ketë fryt në jetën e vet. Nuk jemi pemë pa fryt. Sepse askush nuk mund të marrë nga kjo pemë. Askush nuk mund t'i japë lavdi Zotit pa fryt. Si do na dallojnë të tjerët që ne jemi bij të Perëndisë, nëse ne nuk kemi fryt në jetën tonë? Nuk janë gjuhët e panjohura, vëllezër, aleluja. Gjuhët e panjohura janë shenja që njeriu ka marrë frymën e shenjtë. Që Zoti i ka dhënë mundësinë çdo njeriu do ta pakzojë me frymë të shenjtë që ai të ketë fuqi për të bërë vullnetin e Perëndisë. Por fryma e shenjtë, veprën që bën në ne, nuk është thjesht të flas të gjuhë të panjohura, vëllezër, por të sjellë fryt në jetën tonë. Dhe fryti në jetën tonë
E para që është vendosur në fjalën e Perëndisë, njerëzit do të dallohen nga dashuria. Nga dashuria që kanë për njëri tjetrin, vëllezër, aleluja. Dhe ne me njëri tjetrin, thotë Zoti, do të provojmë. Dhe dikush thotë diçka, për çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja? Që unë të shoh veten time. Jam i mbushur plot në frymë. I them Zotit, Zot, fale vllajin, mos ja llogarit këtë gjë që më fyeu, që më tha diçka që nuk e pranoj. Lutem për atë vlla, sepse fjala e Perëndisë thotë të doni armikun. Si ne e duam armikun kur me vëllezërit tanë nuk kemi armoni? Si e zbatojmë ne fjalën e Perëndisë si bijë të Perëndisë, vëllezër? Ku është ndryshimi që ka bërë Zoti në jetën time kur unë kam marrë frymën e shenjtë? Nëse unë kam të njëjtat qëllime, të njëjtat dëshira, siç isha më përpara, të krahasohem me dikë, të matem me dikë, nuk është ky qëllimi i thirrjes të Perëndisë në jetën tonë. Qëllimi i thirrjes të Perëndisë në jetën tonë është ndryshimi i jetës tonë. Të ndryshojë jeta jonë, vëllezër, aleluja, dhe të gjitha të tjera që ti ke nevojë, aty në qiellor do të kujdeset për to. Shikoni zogjtë e qiellit, as punojnë, as mbjellin, as putin në ambare, dhe sa shumë kujdeset aty në qiellor për zogjtë e qiellit. Po për bijtë e zgjedhur, motra dhe vëllezër, që erdhi dhe u flijua në kryq të Golgotës, nuk do të kujdeset Zoti për nevojat që ne kemi. Kemi marrë frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe në fjalën e Perëndisë shohim fryti i frymës së Perëndisë, vëllezër, është gëzimi. Njeriu, motra dhe vëllezër, i krishter, është i gëzuar. Nuk është i mërzitur, motra dhe vëllezër, aleluja. Fytyra e tij qesh. Pse? Ka Krishtin. I kujt je? I atit tim qiellor. Ky është ati im. Dhe si mundet një njeri që ka të plot fuqishmin, atë që krijoi qiellin dhe tokën për atë, të jetë i mërzitur, motra dhe vëllezër? Si mund të ndodhë që i krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja, të kalojë nëpërmjet kësaj gjëje? Gëzim, thot apostulli Paul. Gjithë dëshmitë që ne kemi në fjalën e Perëndisë janë për të ndërtuar ne. Në burg i këndonte Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk ishte i trishtuar. Gëzoni gjithmonë në Zotin, gëzoni, thot fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Nuk duhet të na mbuloj trishtimi. Pse? Sepse Zoti ynë po vjen, vëllezër, aleluja. Edhe pak thotë, dhe do të jemi aty ku jetoj unë, do të jetoni ju, thotë Zoti. Do të jemi në mbretërinë e Perëndisë, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë. Ky është qëllimi i Perëndisë. I krishteri duhet të ketë fryt të frymës, gëzimin brenda tij. Po çfarë më ka ndodhur mua, vlla, po çfarë më ndodhi, asnjë gjë, motra ime. Të gjitha këto janë në kontrollin e Perëndisë. Çdo gjë që ti kalon, çdo gjë që fëmia ynë kalon, nuk e di familja se çfarë po kalon fëmia. Nuk e di aty ynë qiellor se çfarë po kalon i zgjedhuri i Perëndisë. Përse duhet të trishtoheni, thot Zoti? Eja tek unë, dhe lere barën tënde tek unë, dhe unë do të t'i jap çlodhje. Si e lejmë ne barën tek Zoti, ne marrim përsëri, motra dhe vëllezër, dhe trishtimi na shoqëron. Po ta le barën do të thotë që nuk kam më problem dhe kam gëzim. E lash aty ku do ta zgjidh dikush, që është i pushtetshëm, ka fuqi që ta zgjidhë problemin ti. Ky është fryt i frymës të Perëndisë që banon në mua. Nga frytet
do t'ju dallojnë, thot Zoti, që jeni bijtë e mi. Paqja. Ka paqe me të gjithë, thot motra dhe vlezër, aleluja. Fryti frymës së shenjtë. Nuk është fryti frymës së shenjtë e folura në gjuhë të panjë. Është shenjë që mua Zoti më ka dhënë në frymën e shenjtë. Por duhet të jap fryt, që të jap fryt duhet të bashkëpunoj. Që të jap fryt duhet të kem këtë marrëdhënie me frymën e Perëndisë. Të mbushen plot në frymë. Kur mbushen njeriu plot në frymë, jeton në qiell, vëllezër. Kur njeriu mbushet me frymë të shenjtë, ka gëzim, ka dashuri, do armikun, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky është njeriu frymëror. Ka durim. Pse i thot Zoti të gjitha këto gjëra? Sepse ky është fryti që njerëzit duan të shohin dhe ta shijojnë në këtë fryt. Si bijtë të Perëndisë. Durimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Është fryti i frymës shenjtë. Kam durim. Nuk duroj ajo që më tha, nuk duroj ajo që më ka bërë, nuk duroj kjo. Si mundet të pretendojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që jemi frymërorë dhe durim nuk kemi? Mirë dashja. Dëshiroj që ti bëj mirë gjithë secilit. Jam i mbushur, motra dhe vëllezër, me këtë mirësi për t'i dhënë gjithë secilit. Të kënaqem kur vllai është mirë dhe punët i shkojnë në mirë. Apo e kam zili, motra dhe vëllezër, aleluja. Zilia nuk është nga Perëndia. Besimi. Dhe çdo gjë, thot motra dhe vëllezër, aleluja, besoni në Zot. Po si mund të ndodhë? Dhe ne bëjmë planin tonë, si duhet ta zgjidhë Perëndia. Besim do të thotë, ja kam lënë dikujt që do ta zgjidhë problemin tim, vëllezër, aleluja. Besoj në të. Sa do të zgjatë, motra dhe vëllezër, aleluja, derisa ai të veprojë. Ky është besimi që unë kam në Zot. Di Zoti, ka një plan Zoti që lejon diçka në jetën time. Që lejon Zoti një gjë të tillë në jetën time. Dhe ky plan di që është më i mirë se sa plani im dhe më sjell gëzim kur unë besoj në të. Dhe duket gëzimi im, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderoj të. Zemër butësia dhe vetë kontrolli. Të gjitha këto janë në fryt i frymës të Perëndisë. Por nuk kam vetë kontroll, me njerë ndizem, me njerë marzjar, me njerë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që ka frymën e shenjtë, nga këto gjëra duket, motra dhe vëllezër, aleluja. Nga asnjë lloj gjëje tjetër nuk mund ta shikosh një njeri besimtar nëse nuk ka fryt të frymës së shenjtë. Çfarë do lloj gjëje mund të vijë të flasën, motra dhe vëllezër, kushdo qoftë. Por nga frytet, thot Zoti, do t'i dalloni, thot. Nga ato çka bëjnë në jetën e tyre do t'i dalloni, thot. Profet, motra dhe vëllezër, aleluja, do të thot goja e Perëndisë. Si mund të pretendoj unë që jam profet, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk kam durim, nuk kam gëzim, jam gjithmonë i trishtuar, si që nga fryma e Perëndisë në mua dhe unë që kam profet. Nga frytet do t'i dalloni, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk do thot do t'i gjykoni, vëllezër, do t'i dalloni. Dhe ne do të lutemi. Dhe ne do të lutemi, vëllezër, që të rritemi që të gjithë, në frymë, që të japin të gjithë fryt, motra dhe vëllezër, aleluja. Do lutemi për njëri tjetrin, lavdi Perëndisë, sepse të gjithë janë pagëzuar me frymë të shenjtë. Amin. E falenderojmë Zotin. Por ama,
Çdo të thotë të pagëzohesh me frymë të shenjtë, të kesh një marrëdhënie me Perëndin. Të kesh fuqi, motra dhe vëllezër, ti thuash jo gjithçkaje. Ulu në Zot. Kërkoje Zotin, ki një marrëdhënie me Zotin. Fol me Perëndin. Zoti të vijë të mbushësh në shtëpi me frymë të shenjtë, që kur të vish në kishën, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit, vëllezërit, kushdo që të jetë, të sjell fryt, të shohë frytin tënd. Jo tristimin tënd. Është trupi i Krishtit, çdo njeri nga ne, vëllezër. Trup i Krishtit, vëllezër, aleluja. Dhe gjymtyrës e cili veçëveç. E falenderojmë Perëndin. Do shumë kujdes, motra dhe vëllezër, aleluja, për të kontrolluar gjithë secili veprën e tij. Për atë që ka bën ai në jetën e tij, në këtë thirrje të Perëndisë. Nuk kemi të kontrollojmë njëri tjetrin, vëllezër, por të kontrollojmë veten tonë, si jam unë në marrëdhënie me Perëndin. Lavdi Zotit. Dhe shko si thot fjala. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Që do të thotë këto gjëra nuk bëhen me ligj. Atëre kur këto nuk bëhen me ligje, motra dhe vëllezër, duaje, gëzohu, nuk mundet me ligj të bëhen të gjitha këto. Kundër këtyre që nuk ka ligj këto bëhen si rezultat i marrëdhënies time me Perëndinë në frymën e Perëndisë. Është duket, motra dhe vëllezër, fryma e Perëndisë që vepron në mua kur unë sjell fryt, motra dhe vëllezër, aleluja. Vëllezër, mund të bëjmë shumë gjëra, por pa fryt jemi të pavlefshëm. Nuk i vlejmë as njëri tjetrit, motra dhe vëllezër, nuk i vlejmë as Zotit. Pa fryt. Për këtë jemi thirrur të jepni shumë fryt. Dhe Zoti, motra dhe vëllezër, e krastit vreshtin thotë që të sjellë shumë fryt. Duket dhimbje kur krastitet, motra dhe vëllezër, aleluja. Lëshon lang, motra dhe vëllezër, aleluja, atje vendi ku pritet. Dhimbje është të heqësh diçka që e ke brenda në zemrën tënde, por sjell shumë fryt. Fryt ashtu si çdo perëndia. Prandaj duhet të pranojmë krastitjen nga Zoti. Ai është vreshtari që vjen dhe na krastit, vëllezër, aleluja. Ai kujdeset që ne të jemi të frytshëm. Dhe kjo nuk bëhet me ligj, me dhunë, por kjo bëhet me dashuri. Eja Zot, ja shërbëtorja jote. Vepro Zot në jetën time. Unë dua të shoh lavdin tënde në qiell. Dhe i dorëzohemi Zotit, vëllezër, aleluja. Shikoni si do 24, vëllezër. Dhe ata që janë të Krishtit, si ti dallon? Nuk thot këtu kisha pentikostale e Basanit apo e Korçës, motra dhe vëllezër. Nuk thot kështu. Ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmin e tij. Këta janë të Krishtit. Ata që kanë kryqëzuar mishin e tyre me lakmin e tyre, me dëshirat mishore, vëllezër, aleluja. Këta janë të Krishtit. Për këtë kishë bëhet fjalë në Bibël, vëllezër, aleluja. Dhe ne përpiqemi që nëpërmjet fjalës të Perëndisë, duke na zbuluar fryma e shenjtë, duke na dhënë fuqi fryma e shenjtë, të jemi kjo kishë, motra dhe vëllezër, aleluja. Pretendojmë, kemi dëshirë të jemi. Prandaj themi, motra dhe vëllezër, vullneti i Zotit të bëhet në jetën tonë. Nuk e kam arritur, thotë apostulli Paul, vëllezër, aleluja. Por përpiqem vazhdimisht që të arrij, motra dhe vëllezër, aleluja, duke qëndruar në një marrëdhënie të tillë me Perëndinë, në një marrëdhënie të tillë me vëllezërit e zgjedhur të Perëndisë. Në qoftë se rojmë në frymë, i themi vetes frymëror, motra dhe vëllezër, rojmë në frymë dhe duhet të ecim. Të jemi plot në frymë dhe kur ecim në jetën tonë, që njerëzit të shohin, këtë shohin një krijesë të re. Këta janë qytetarë qiellor. Qytetarë qiellor, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk kanë ngjashmëri me njerëzit.
Qytetari qiellor ka këto karakteristika, vëllezër, aleluja. Fryti e frymës shenjtë. Këta janë qytetarët qiellor, vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Nga këto gjëra do të na shohin, nga këto gjëra do t'i japin lavdi Perëndisë të gjithë njerëzit që na rrethojnë. Jo duke i mësuar, vëllezër, aleluja, por duke i dashur. Duke u lutur për ta. Duke agjëruar për ta, motra dhe vëllezër, se i ligu po i rëmben. Po humbin, vëllezër, aleluja, dhe nëse vjen rëmbimi sot, e dini sa njerëzit tanë të afërt të humbin shkojnë në ferë. Dhe sot është ora tënde që ti ta nxjerrësh nga kjo gjendje. Po i kam folur, po s'dëgjojnë motra dhe vëllezër, po. Cila është lufta që ti ke bërë? U dorëzove? Për këtë je thirrur, që ti të luftosh, Zot dua vllajin, Zot. Zot dua motrën, Zot, aleluja. T'ja heq nga dora, motra dhe vëllezër, të ligut që kërkon ta futë në ferë. Do ta djegë, motra dhe vëllezër, përjetësisht. Nuk ka zgjidhje me, nuk ka përsëritje me. Sot është ora jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sot është i vyer kontributi ynë për të shpëtuar një shpirt. Nuk mund të shpëtohet një shpirt, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse unë nuk jam dritë. Nëse ai nuk sheh në mua një ndryshim të madh. Çfarë ka bërë Zoti në jetën tënde? Në shtëpi do të thonë, ti ai që zirresh, ai zirresh prapë. Ti ai që nevrikosesh, e nevrikosesh prapë. Çfarë ka bërë Zoti në jetën tënde? Ti i trishtuar je, ti i mërzitur je, dua të të shoh. Dua të shoh dorën e Zotit në ty. Çfarë do t'i tregoj, më motra dhe vëllezër, aleluja? Unë jam i plotësuar në Krisht. Mua nuk më mungon asgjë sepse kam Zotin e plot fuqishëm. Unë nuk do të marr asgjë me vete, por jam i pasur, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse ajo që kam gjetur, ai thesar që kam gjetur unë, është një nga thesarit më të çmuara, motra dhe vëllezër, që nuk mund të krahasohet. Prandaj thotë i shita të gjitha ato që kisha, sepse gjeta këtë thesar, vëllezër, që është Jezus Krishti. Atë kam, dhe jam i pasur. E falenderojmë Zotin, vëllezër. Le të mos jemi mburavecë, duke provokuar dhe duke patur smir njëri tjetrin. Mos jemi mburavecë, thot motra dhe vëllezër, ne jemi, jo motra dhe vëllezër, jo. Ne na është dhënë mundësia, por do të jemi të mirë dhe të mirëve, nëse ne nuk sjellim fryt, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse ty thot Zoti ta dhash tesër. Dhe ti nuk e çmove, motra ime, vëlla im, aleluja. Por the, kam marrë grua, do të shkoj tani të shikoj jetën time. Kam gjetur punë, do të shkoj tani të punoj. E shikoni, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë kërkon Zoti? Po të mos punoj, më vëlla. Jo, motra dhe vëllezër. Të mos jetë qëllimi i jetës time puna. Të mos jetë qëllimi i jetës time të kem 2 shtëpi, 3 shtëpi, motra dhe vëllezër. Mos jetë ky qëllimi, por qëllimi im është të rregulloj veten, motra dhe vëllezër, të shpëtohet një shpirt. Ti flas një njeriu, t'ia nxjerr, motra dhe vëllezër, aleluja, të ligut, nga rrethi që e ka futur. Ky është qëllimi im, që jetojmë sot këtu, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk jetojmë për mirëqenien tonë. E kemi gjetur mirëqenien, motra dhe vëllezër, aleluja. Kishte mirëqenie apostulli Paul kur u thirr nga Jezus Krishti. Por ta i konsiderova që të gjitha pleka. Nuk më vlenin ta të gjitha. Pse? Sepse njohta diçka shumë më të madhe nga ato që kisha unë. Njoha Jezus Krishtin, vëllezër, aleluja. Dhe ne kemi dëshmi të gjallë, apostulli Paul, dhe shumë dëshmi të tjera, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo të thotë ti jesh i krishter. Është emër shumë i madh i krishter, vëllezër, aleluja. Prandaj duhet çdo njeri nga ne të japim lavdi Perëndisë. Kur të mlidhemi të kemi gëzim, vëllezër, dhe ta adhurojmë Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Pse? Më ka dhënë një ftesë Zoti, do shkoj në dasëm. Ai që përgatitet për në dasëm, vëllezër, aleluja, a nuk ka gëzim. A nuk vishet bukur, motra
dhe vlezër, aleluja, që të birë në synë në të gjithë, dhe veshja jonë është Krishti, vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe ky është gëzimi ynë, vlezër. Jam i Krishti. Jam ftuar në dasmën e Zotit tim, motra dhe vlezër, aleluja. Çfarë çmim të madh na ka bërë Perëndia të gjithë. Le të shohim këtë, motra dhe vlezër, dhe t'i japim lavdi Perëndis. Le të mos merremi dhe të jemi mburavecë, motra dhe vlezër, kush është njëri dhe kush është tjetri. Nuk do vem të japim llogari për asnjërin, motra dhe vlezër, veçse për veten tonë. Çfarë kam bërë unë në Zot, motra dhe vlezër. Ky është vullneti i Perëndis. Ky është qëllimi i kishës, motra dhe vlezër, aleluja. Bashkësia e të zgjedhurve, aty ku ka paqe, aty ku ka dashuri, motra dhe vlezër, aty ku njeriu shërohet. Si mund të shërohemi, motra dhe vlezër? Edhe pa patur dhurata të tilla shërimi. Shërohet sepse fryma e Zotit është këtu, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne kemi dëshmi të tilla të fuqishme që shumë motra, shumë vlezër të sëmurë kanë dalë përpara, aty janë lutur gjithë kisha me dashuri dhe Zoti ka vepruar, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Nuk janë fjalë, janë vepra këto, vlezër, aleluja. Le të kthehemi në dashurinë e parë. Le të kthehemi aty ku ishim më përpara, vlezër, aleluja. Pa e parë njëri tjetrin. Zoti i shtonte kishës të shpëtuarit. I di Zoti pse e ka sjell vllai këtu dhe pse e ka sjell motrën këtu. E ka sjell që ta mbasha për ti. E ka sjell që ta rritësh. E ka sjell që ti shërbesh. Ky është qëllimi, motra dhe vlezër, i kishës. Spitali ku vin njerëz dhe shërohen. Dhe ne këtu, motra dhe vlezër, mund të shërojmë vetëm me dashuri. Asgjë tjetër nuk vlen, motra dhe dashuria nuk i bën keq askujt, motra dhe vlezër, falenderojmë Perëndin. Zoti ta mëkoj këtë fjalë.